dur në kuvend për zgjedhjen e bordeve? Përbes unë shqetësohem për faktin që njerëzit nuk e kanë problem, ose disa prej kritikëve, që mund thonë që po tentohet kapja, nuk e kanë problem faktin që RTK është pa abort që 2 vjetë. Si ka mundësi mos të kesh atë problem? Për neve shumë e rëndësishme që RTK të ketë bordin e vetë. Për neve shumë e rëndësishme që KPM-ja të jetë funksionale. Prandaj ne duhet procedojmë tutje. Nëse ngutia jonë për ta është kapje, për neve është shërbim ka shi besimi që qytetari i Republikës na ka dhënë. Në rast se ata kanë problem mrenda me figura individuale, është preferencë tyne, po çka është e rëndësishme me theksu është në këto 2 procese me sa di për RTK ka pas mbi 75 kandidat, ndërsa për KPM mbi 30 kandidat, njerëz që kanë një background shumë të mirë profesional edhe akademik, edhe unë mendoj që komisionet ad hoc që janë të themeluara nga Kuvendi i Republikës Kosovës në seancë, me përfaqësim gjitha partive politike, do ta bëjmë punën më të mirë, të mundshme. Unë ju besoj kolegëve të mi, edhe mendoj që në këtë drejtim synimi është që ti funksionalizojmë gjitha bordet ose gjitha entitetet cilat i përgjigjen Kuvendit të Republikës Kosovës. Nesër po ashtu është seancë e Kuvendit ku prej temave kryesore është çështja e misionit të FSK-s në Gaza. E kishim në kontekst edhe Ministrin e Mbrojtjes, po megjithatë qysh e komentoni rëndësinë e kësaj nisme që mund ta marrë edhe përkrahjen e opozitës nesër? Unë pres që kjo nismë me ketë përkrahjen e mazhorancës dhe opozitës nesër, sepse është një obligim që Republika Kosovës ka marrë prej seancës, po edhe një dakordim që Kosova ka pas tutje. Kështu që nuk pres në problem eventual në këtë rrugtim, sepse kjo është një obligim që ne kemi marrë si Republike Kosovës, ka shi partnerëve tanë ndërkombëtar, nuk kemi shteti vetëm në këtë mision, kështu që pres që materiali që është përcjell tutje në komision ka kalu unanimisht dhe pres që nesër mos kemi mandej edhe debat gjatë për këtë punë, sepse ka një dakordim. Po, debat edhe s'ka qenë unifikus komisionit azam për punë t'jashtme, kur është folë për bordin e paqes, që janë prej çështjeve pak a shumë të ndërlidhura, nëse jo fiks, u kapën për një paragraf që tregon për objektivin kryesor të bordit të paqes. A ka të bëjë diçka me raportin që keni me nënshkruesen, që është tashmë ish presidentja Vjosa Osmani, apo është çështje procedurale veç përmbajtësore e atij neni? Unë mendoj që kolegët e mi po ashtu në misionin për politikë të jashtme dhe diaspore kanë shpjeguar shumë qartë që nuk ka të bëjë nuk ka ndonjë problem me nënshkrimin e atij dokumenti, po ka të bëjë me çështje shumë teknike, sa i përket një neni shumë specifik, që duhet ti, si më thon, konkretizoj zotimet e tona brenda asaj marrëveshje. Dhe nuk shoh asgjë të keqe në këtë drejtim që të krijohet një grup i punës për cilën janë dakordu, që ta shumë thjesht ta specifikoj atë obligim që Republika Kosovës ka marrë. Unë këtu në fakt e shoh një përgjegjësi të lartë të deputetëve, kur trajtojnë një dokument, e trajtojnë me interesin e Republikës Kosovës, po ka shel linjëzimit të Republikës Kosovës po ashtu. Kështu që në këtë drejtim nuk kemi ndonjë problem substancial me dokumentin në fjalë, po ka të bëjë me disa detaje teknike, të cilat ky grup punues do t'i rregullojë dhe ai dokument do të vijë mbrapa në Kuvendin e Republikës Kosovës. Po me duhet të them, po ashtu që këto 2 dokumente, anipse janë ndara, normalisht që kanë ndërveprime, kështu që ne jemi shumë të qartë në këtë drejtim se ku qëndrojmë. Kështu që nuk ka